Punonjësit e minierës së Bakrit në Spaç të Mirditës e kanë përshkallëzuar reagimin e tyre këtë të hënë, duke ndalur punën dhe duke u grumbulluar në hyrje të kompanisë private që shfrytëzon nën tokën. Rreth 70 minatorë protestuan sërish, ndërsa u përplasën me përfaqësuesit e firmës e më pas edhe me forcat e policisë. Minatorët kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës, rritje të pagave dhe garanci më të larta sigurie në galeritë e minierës. Dhe pa pranu sindikatën dhe për të ulë me bën një marrëveshje njerëzore, ne nuk e ndërpresim grevën. Deket na plesin kushte, nuk lëvisim dot për këtë. Punëtori, minatori është forca kryesore e punës së punëdhënësit. Kërkojmë që këta të shpërblehen, të marrin dinjitetin e tyre. Jemi të pakënaqur, nuk kemi të gref luftë me palën turke, kërkojmë një drejtësim më në drejtave tona që na takon. Bëjmë kryq sa herë him në galeri e kur dalim. Pri pa sigurisë, pa gjonat. Mbrapa 30.000 lekë, 20.000 lekë i timur kamarera bës në ditë. Në mbështetje të protestës ishin edhe përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Shprehim sot solidaritetin ton të plot, të pakushtuar dhe sinqert me minatorët e minierës Bakrit, të cilët sot janë në një grev pa fat, në mbrojtje të drejtave të tyre legjitime, të dinjitetit në punë dhe të sigurisë në jetën e përditshme. Nga ana tjetër, kompania i ka hedhur poshtë pretendimet e protestuesve dhe përfaqësuesve të sindikatës. Në reagimin e saj, kompania thekson se nuk është kundër dialogut, por sipas saj, sindikata nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt, ndaj edhe ka refuzuar takimet me palën sindikale.